Gjykata e posaçme ka vendosur të zëvendësojë masat e sigurisë së arrestit në shtëpi për 4 prej të pandehurve të dosjes Bankers. Konkretisht, për Leonida Chobon, Hong Ping Shao, Ardit Kero dhe Lianyi Wang, u vendos masa e sigurisë ndalimi i daljes jashtë vendit dhe detyrim për t'u paraqitur. Kërkesa për zëvendësimin e masave të sigurisë u kërkua nga vetë 2 prokurorët e posaçëm, Enkeleda Milonaj dhe Anita Jella, për shkak se i ka kaluar afatin 9 mujor i paraburgimit, ndërkohë që vetë avokatët kërkuan shuarjen totale të masës. Në këtë dosje janë disa të pandehur të tjerë që po hetohen pa masë sigurie në gjendje të lirë. Mbi këta 4 persona rendojnë akuzat krijimi skemave mashtruese lidhur me TVSH-n, fshehje e të ardhurave, pastrimi produkteve të veprës penale, shpërdorim detyre dhe moskryerje e detyrave nga organet tatimore. Aksioni në Bankers Petroleum erdhi pasi kompania, e cila prej më shumë se 20 vitesh nxjerr naftë në Patos Marines, sipas prokurorisë së Fierit, ka shmangur gjatë gjithë ekzistencës së saj taksat në vend. Bankers Petroleum krijoi skema mashtrimi për të fshehur të ardhurat, duke deklaruar 20 vite rresht se dilte me humbje, në total 11.7 miliard lek, ndërsa gjatë kësaj kohe eksportoi apo shiti 532 miliard lek naftë. Në këtë mënyrë për 20 vite ka shmangur detyrimet tatimore, madje përfitonte dhe rimbursim TVSH-je.